dhe të mblidhen të tëra rret e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni, shirat u derdhen me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj, deti u bëkos dhe ne të ngrem dorën për të quar në burg një deputet me këto argumente, për të legitimuar kërkesa ekstreme arrest pa gjyq, duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që keni për të bërë. Ku është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Të Europës. Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatësit, për prokurorët. Është vend i BE-s.